Kjo tryezë teknike përfaqëson Vetëm një ditë para nisjes së fushatës elektorale për zgjedhjet e 11 majit, OSBE i kujtoi institucioneve të drejtësisë dhe sigurisë rëndësinë të bëjnë detyrën e tyre për hetimin e krimeve zgjedhore. Sigurimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndjershme kërkon institucione të forta, llogaridhënie, transparencë dhe angazhim të palëkundur ndaj shtetit të së drejtës. Prokurorët, oficerët e policisë gjyqësore dhe përfaqësuesit e policisë së shtetit kanë detyrën thelbësore në të hetimit. Në një aktivitet të organizuar nga OSBE, ambasadori Michel Tara nuk la pa cekur problemet që raportet OSBE-s kanë nxjerrë në 2 proceset e fundit zgjedhore. Vën në dukje se krimi zgjedhor, në veçanti shitblerja e votës, keq përdorimi i burimeve të administratës dhe frikësimi i votuesve vazhdojnë të jenë çështje shqetësuese. Institucionet e drejtësisë në këto zgjedhje do të jenë të pranishme më afër se kurrë për gjetjen e krimeve zgjedhore. Kemi vendosur që pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të ketë përfaqësues të prokurorisë së përgjithshme, një prokuror dhe një oficer i policisë gjyqësore, gjithashtu të tillë do të ketë edhe nga prokuroria e posaçme, të përcillen siç duhet në prokuroritë kompetente. Kryeprokurori Çela kishte edhe një mesazh për prokurorët dhe oficerët e policisë gjyqësore. Ka nevojë për një qasje proaktive, jo për një qasje pasive. Çka duhet shoqërohet me hetime të shpejta, hetime intensive, hetime gjithëpërfshirëse dhe në bashkëpunim me të gjitha institucionet e tjera ligjzbatuese. KQZ, Prokuroria e Përgjithshme dhe SPAK kanë bashkuar fuqitë në këto zgjedhje për të luftuar krimin elektoral përmes një marrëveshje. Ato do të fokusohen në parandalimin dhe hetimin e veprave penale që lidhen me blerjen e votës, keqpërdorimin e administratës publike dhe të infrastrukturës shtetërore, si dhe me përfshirjen e grupeve kriminale në zgjedhje.